organizata që unë drejtoj, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, prej më shumë se 20 vitesh monitoron perceptimin e publikut dhe politikat qeveritare lidhur me mirëqeverisjen dhe antikorrupsionin. Duke bërë disa matje për këtij perceptimi çdo 2 apo 3 vjet. Ajo që ka vjet re, në ndryshim nga matjet e fundit janë 3 vjet më parë, është që ka një zbutje apo rënje të lehtë të presionit të administratës publike mbi qytetarët dhe bizneset për përfitime korruptive. Pra, ka një lloj frenimi, gjë që është pozitive. Në të njëjtën kohë, ka një rritje të perceptimit publikut në suksesin e luftës kundër korrupsionit. Në të njëjtën kohë, matjet tërthorta dhe vlerësimet e organizatave tjera, si është Open Data e tjerë, vjet re që nuk është ulur kosti e korrupsionit. Pra, ka filluar fundi i pandëshkueshmërisë dhe kjo shprehet me rreth 700 çështje që janë aktive sot në prokurorinë e posaçme, ku ne kemi të organizuar dhe korrupsionit të zyrtarëve të lartë, por është problematike fakti që në perceptimin e publikut pritet të matet me sa para kthehen buxhetin e shtetit që janë grabitur buxhetit dhe pasurive të vendit. Mendoj se askush nuk mund të jetë i kënaqur në këto kushte, por ka shenja të rikthimit besimit. Sfida mbetet jo thjesht inkurajimi dhe mbështetja e prokurorisë posaçme, sepse e rëndësishme është që institucionet ligjzbatuese të përmbushin detyrimet e veta kushtetuese dhe ligjore, dhe qeveria njëkohësisht të jetë objekti llogaridhënies sa takon detyrimeve që ka përballë parlamentit dhe qytetarëve. Mendoj që gjatë dekadës fundit janë forcuar tendencat autokratike dhe arroganca në qeveri, dhe njëkohësisht ka një fokusim të debatit në çështjet të dorës 2 të 3, pra një zhvendosje nga problematika reale. Fakti që një numër drejtuesish të lartë politik, ministra, ish-ministra, president, ish-president e tjerë, si dhe një numër drejtuesish të lartë të pushtetit vendor, e cili kontrollohet në masë të konsiderueshme nga majoranca aktuale, janë sot përballë hetimeve, disa edhe të ndërshkuar, disa në proces të finalizimit të hetimeve të tjerë, do të ishte një mënyrë që edhe qytetarët ta lexojnë siç është problematikën e keqçeverisjes, kostot e korrupsionit dhe kostën e korrupsionit politik që lidhet me zgjedhjet që krijon kjo situatë, edhe njëkohësisht ketë më shumë përgjegjësi publike. Në fund fare duhet kuptojmë që demokraci pa pjesëmarrje qytetare dhe ekonomi të tregut apo kapitalizëm pa konkurrencë, sepse viktima kryesore e korrupsionit mbetet konkurenca, gara, nuk mund të ketë.